shtypin e kam thënë më që ky Kurti do thotë është qëllimisht duke operu dhe vepru brenda agjendave ruse serbe. Sepse me sjell situatën në një pikë të tillë ku ti në fakt nuk ke raporte me administratën e kësaj prezidencë Trump, me sjell situatën ku je izoluar ndërkombëtarisht përveç tyne negociata të fshehta që po i mon me BE-n, siç është kjo me pranimin e dokumenteve të struktura paralele serbe, me sjell situatën në një deprimim të tillë total shoqëror për shkak të çmimeve të larta, shifë se çfarë do bëhet tash me naftën dhe me shtretimin potencial të rrymës në pranverë. Me sjell situatën ku ata djemë dhe çika që kemi rrit me duart tona me zespresim me ik prej Kosovës sepse nuk shohin perspektiva këtu. Dhe as janë këto qëllime objektiva të agjenda ruse serbe, e sidomos të atyre të Akademisë së Shkencave dhe Arteve serbe, edhe nga memorandumi 86 ose tutje lidhur me Kosovën, sepse ata janë kontshient që nuk mund të futen Kosovë me tanke, por që kështu mund të implementojnë agjendat e veta në raport me Kosovën. Kur ke për shkak një kryeministri i cili pritet që ka ardhur këtu për çka më atë mend, për ndonjë punë jo, për ndonjë projekt jo, për ndonjë autostradë jo, do të thotë vetëm rezultate negative, deprimim e mbi gjitha përçarje dhe helmim brenda shoqërisë. Dhe ky moment është pikërisht ai përse ju më pyetët që e ka për qëllim dhe objektiv agjenda serbe në raport me Kosovën. Një Kosovë deprimuar, një Kosovë ku mbizotron një shoqëri hipokrite, kisha me thonë, një dekadencë, njerëz pa motiv, situata një teatri politik ku këta janë aktor dhe luajnë lojën e viktimizimit pa ata në faj, pa të faj ky për mos zgjedhjen e presidentit, ndërsa gjithë ne si qytetarë që e kërkojmë qeverisjen e mirë, sepse bëhet me tatimet, me taksat tona, jemi spektator. Do të këto situata i dëshiron Serbia. Do të këto janë implementuar në kohën e Albin Kurtit. Me pa vedi historia ka më na tregu.